Tregtarët e tregut të madh në Vlorë paraqitën këtë të premte pranë ambienteve të Pallatit të Kulturës, ku u zhvillua mbledhja e Këshillit Bashkiak për të kërkuar një zgjidhje përfundimtare lidhur me mbylljen e tregut. Ata janë paraqitur të revoltuar, teksa kanë kërkuar nga bashkia që t'u vihet në dispozicion një treg i mirëfillt dhe i përshtatshëm, ku të mund të vazhdojnë aktivitetin e tyre tregtar pa u penalizuar ekonomikisht. Të mbështetur edhe nga këshilltarët e opozitës, fillimisht ata kanë tentuar të hyjnë në ambientet ku po zhvillohej mbledhja. Sepse mbledhjet e Këshillit Bashkiak janë të hapura në bazë të rregullave edhe të rregullores së Këshillit. Kështu që ata nuk kanë asnjë problem, le të vinë siç kanë ardhur. Nëse ju i ndaloni pastaj do përballeni edhe me kallëzim nga ana jote. Duam të dimë se vrihet problemi jon. Ai ka thënë. Të lutem, unë marr urdhën nga Efroni. Me prurë jo, po ku do vemi ne? A është për të diskutuar sot? A do bëhet mbledhja, si për ne? Sa do mbyllë Këshilli Bashkiak? Ka vetë kryetari që hajde një arbitra se do vëmë. Për atë punë kemi janë. Ka që nga një gjithë të fshetë të drejta e informimit me ligj, ne nuk e kemi pasur këtë. Ama të thonë 3 ditë nesër ikni ku të vemi. Tregtarët thonë se është e patolerueshme që të largohen nga puna në këtë mënyrë, ndërsa kanë kërkuar të takohen edhe me kryetarin e Bashkisë së Vlorës. Drejta e informimit me ligj, ne nuk e kemi pasur këtë. Ama të thonë 3 ditë nesër ikni ku të vemi, duke kuftoj çfarë po ndodh. Se edhe impushtuesi huaj po të ishte do thoshte merrni masat, ne u kemi siguruar këto kushte, është mbuluar vendi, i keni të gjitha këto që ku të lini mallin. Këtu ka tregtar që kanë 30 vjet që punojnë dhe atë sasi lekësh e kanë bërë mall. Si mund dash në rrugë, ikshit në rrugë thot. Nuk është e drejtë, nuk është normale. Asnjë takim konkret, vetëm është vendosur dhe pik. Ne duam e para të informohemi si ku do lëvizim, se na caktohet vendi njëherë. Vetëm firmosni këtu dhe do vini në një vend. Po ku? Të bëj një treg. Ku është ky vend? Unë kam 30 vjet që tregtoj atje. Të gjitha kushtet në treg i kemi kryuar vetë. Sot nuk kemi marrë 2-3 herë, në ka thënë ku të vemi, kemi dhënë disa alternativa. Kjo është private, kjo është shu, kjo është ashtu. Kur të bëjnë mbledhje Këshilli ka thonë, hajdeni ta diskutojmë, do vendosin se çfarë do bëjmë. Po, tani s'ta la policia. Na lejoni më të dëgjojmë çfarë do bëhet me ne. Punojmë atje, jemi pro zhvillimit, të na bëjë një treg të ri, kryetari e bashkisë, kemi miliona lek brenda. Të më jap lekët e mallit dhe unë liroj vendin. Jemi pro zhvillimit, po atje janë 500 familje me 5.000 nga mbas. E di ai ku i ka tokat publike. E di kryetari atë. S'na ka thonë asnjë gjë dhe të na thot një vit përpara që mos të merri mall. Ne mall kemi marr edhe në janar. Dhe mbase që ikim ne, vjen nën kryetarja me drejtorin dhe me këflet nuk e di, duhet të lironi për 3 ditë. Atje janë maune me mall, si mund të lirohesh bukën e fëmijëve për 3 ditë. Kam qenë në takim më nën kryetarin e bashkisë edhe i kemi përcjell këtë shqetësim. Na njoftojnë më përpara që mos marrim mall, edhe ka thënë ke shumë të drejtë. Do t'u njoftojmë 4 muaj përpara, edhe neve me fjalën e saj kemi marrë të gjithë mall. Janë 200 ca tregtar kanë marrë mall. Mall po me miliona. Tani ku ta çoj? Ku ta çoj? E thot dil për 3 ditë. Ku ta çoj mallin? Ku ta çoj? Ku me fjalën e saj të tërë tregtarët e gënjur kanë marrë mall. Ku ta çoj mallin? S'ka, më duket një pabesim nga në bashkisë. S'ka, i kemi miliona lekë të hedhura kot. Siguroj një vend dhe le të na heq, nuk është problem. Le të siguroj një vend si të gjithë qytetet e tjera që kanë tregun. Jemi në rregull. O jo të na çojnë në nart. Në nart kush do na vi për të bler? Së vlen njeri. Sipas tregtarëve, mungesa e një alternative konkrete rrezikon t'i lërë ata pa mundësi pune, ndërsa kanë apeluar se nuk largohen nga tregu pa një zgjidhje konkrete. Për këtë qëllim, tregtarët kanë paralajmëruar se të shtunën do të tentojnë të takojnë kryeministrin Edi Rama, i cili pritet të zhvillojë një vizitë në qytetin e Vlorës. Ndërkaq, Këshilli Bashkiak i Vlorës në mbledhjen e zhvilluar këtë të premte, miratoi jashtëradhe me shumicë votash vendimin për krijimin e tregjeve të përkohshme ambulante, si dhe autorizimin për lidhjen e kontratave të qiras në kuadër të zhvendosjes së përkohshme të tregut industrial. Sipas vendimit, tregtarët e tregut industrial do të zhvendosen përkohësisht në 2 zona të përcaktuara nga bashkia,
deri në ndërtimin e tregut të ri. Vendimi parashikon krijimin e një tregu të përkohshëm ambulant me sipërfaqe 520 m2 në lagjen 24 Maj, zona kadastrale numër 8604, krijimin e një tregu të përkohshëm ambulant në zonën industriale të Vlorës, zona kadastrale numër 8605. Ky vendim synon të garantojë vazhdimsinë e aktivitetit për tregtarët gjatë periudhës së punimeve për tregun e ri.